miq, Vjosa Osmani është aksidenti më tragjikokomik i politikës kosovare. Një zë kumbus që përmbajtjen e ka 0. U me dhe që dita kur Vjosa del nga politika, do duhet më shpall fesë shtetërore si dita e shtirimit nga fjalimet e kota. Ajo është një aksident politik me vetë besim qesharak dhe një dëshmi që ndonjëherë fati historik gabimisht kërset nder. 300.000 vota të tallava patriotizmit përbes kanë më shënu si marrja më e madhe në historinë politike tonë të re. E njëjta grua që e tërbuar mas karrierës si preun bes ata që janë ndërtuar karrierën, Fatmir Sejdiun, Isa Mustafën e plot tjerë, sot është rikthy për më përkul para Albin Kurtit, sepse shpresa e saj e vetme për me qëndruar në skenë është servilizmi maskum me patriotizmin. Prandaj unë them se Vjosa Osmani është vetëm një poster i bukur i dështimit të maskum si sukses. Dhe nëse kjo është figura që ky vend zgjedh ta ketë në krye, atëherë mjerërisht miq më tragjike se Vjosa është vetë kjo shoqëri që e pranon atë me qenë në krye të shtetit. Vjosa është të tërbuar mas lakmisme, 1 milion euro gati e ka pasunin. Është të tërbuar mas poste të pamerituara. Dhe si e tillë, edhe pse deshi ta prej Albin Kurtin që atij mandati, tani e pa që shpresa vetëm për një mandat të dytë është vetëm Kurti. Pra Vjosa, e cila për 4 vite me radhë ka zgjedhur me hesht përballë çështje madhore, ta zom shkeljet e ligjit, shantazhe ndaj media, shkeljet e kushtetuese, e ka shkel vet, izolimin ndërkombëtar dhe rënimit të institucioneve, sot ku ka çu pa pritur me sabah për me mbrojt rendin kushtetues. Kjo që e ka shkel rendin kushtetues, edhe për me mbrojt emët të kauzës personale të një mandati të dytë prezidencial. Thjesht miq, mbështetja pa pritën e Osmanit për linjën e Kurtit sot nuk është rezultati i bindjes së saj politike, por një marrëveshje të heshtun. Ose mbështet e Kurtin sot, ose harroi mandatin e dytë si presidente. E ky pakt oportunist i mbështjell me retorik patriotike dhe emocione false, dëshmon se për Vjosën parimet nuk janë asnjëherë të panegociueshme. Ato janë vetëm dekor në rrugën drejt karrierës së saj personale. Siç ka për gjithë. Me një mimika ke po gjithmonë të gatshme për kamera, me një zot theksur, kumbus, emotiv, Osmani krijon narrative në patriotizmit populist, tash të quhet tallava populizëm, ku çdo kritik ndaj vendimit të qeverisë edhe Kurtit i përkthen si përkraje i opozitës për listën serbe. Kështu, në këtë diskurs publik a degradon nga debati institucional në një betejë rrugësh midis patriotëve të Facebookut dhe atyre tratore imagjinar të opozitës. Në vend që me shërbyer si gardiane e neutralitetit kushtetues dhe institucional, ajo rreshtohet si ushtare partijake e një agjende që e përçon vendin, ndërkohë që e zalon atë skashmenisht në skenën ndërkombëtare. E gjitha kjo miq nuk është vetëm treguesi i dështimit të një individi, por fatkeqësisht pasqyrë e një shoqërie që vazhdon ta tolerojë mediokritetin e skajshëm të paketuar me emocion, që ngatron zërin kumbus me përmbajtjen, që përjeton krizën e liderëve duke zgjedhur më të zhurmshmin si liderin më të denj. Mirë, Kosova miq, çfarë përfundimi do më pas?